Giganti zvicran i ushqimit Nestle po shkon drejt shkrirjes. Ajo do të shkurtoj deri në 16.000 vende të punës në 2 vitet e ardhshme në mbar botën. Nestle, e cila prodhon Nescafe, KitKat, ushqime për kafshë shtëpiake e deri te uji Perrier, në një komunikat thanë se shkurtimet e vendeve të punës do të ndodhin gjatë 2 viteve të ardhshme. Kompania zvicrane tha gjithashtu se po rrit shkurtimet e synuara të kostove në 3 miliard franga zvicrane deri në fund të vitit të ardhshëm, nga 2.5 miliard franga zvicrane të planifikuara. Ka qenë një vit i trazuar për kompaninë. Muajin e kaluar, Nestle shkarkoi drejtorin ekzekutiv Laurent Frex. Nestle po përballet gjithashtu me një sër pengesash të jashtme si prodhuesit e tjerë të ushqimit, duke përfshirë rritjen e kostove të madhrave dhe tarifat e vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kompania njoftoi rritje të çmimeve gjatë verës për të kompenzuar kostot më të larta të kafes dhe kakaos. Çmimi i kakaos u rrit në nivel rekord vitin e kaluar pasi moti i keq në zonat ku kultivohet kufizoi furnizimin dhe goditi rënd kompaninë si Nestle, ndërsa kostot e kakaos filluan të bien në vitin 2025, ndërsa furnizimi i urrit kakaoja përsëri është shumë e shtrenjtë se sa ishte 2 vjet më parë. Nestle tha të enden se do të eliminojë 12.000 pozicione punonjësish në shumë vende. Shkurtimet e vendeve të punës pritet të arrijnë kursime vjetore prej 1 miliard frankash zvicrane deri në fund të vitit të ardhshëm. Kompania do të shkurtojë 4.000 vende punës si pjesë e iniciativave të vazhdueshme të produktivitetit në zinxhirin e saj të prodhimit dhe të furnizimit. Bota po ndryshon dhe Nestle duhet të ndryshojë më shpejt, tha Navratil në një deklaratë të tij. Aksionet e Nestles u rritën në gati 8% në bursën zvicrane.